nuk po han fare shëndetshëm dhe ne pam që konsumi i tepërt që ndoshta mund të kemi bërë edhe për shkak të çmimit që kamishi i pulës mund të na sjellin në të ardhmen, ndoshta tani nuk i ndjejmë probleme shëndetësore dhe probleme shëndetësore. Por ka një problem që konsumatorët shqiptar së pari nuk janë të edukuar. Dhe e them këtë sepse në momentin që ato le themi dinë që kanë konsumuar mishin e pulës me probleme, duhet të ngrihen gjithë në protestë, ndërkohë që këtu ne nuk ngrihemi, as nuk protestojmë, as nuk ankohemi tek institucionet zyrtare. Qahen për mungesën e lekëve, po në fakt nuk e dim vlerën e lekut. Po ti sikur ndërton një familje që ndasëm, që hedh lekun atë farë feje, domethënë çfarë pret? Çfarë pret? Dhe në një studim fakt që un kam kryer midis Shqipërisë dhe Italisë, ato edhe pse paguheshin 5 herë më shumë se sa në Shqipëri, ato bënin një planifikim blerjeve. Pra në fillim të muajit vendosin çfarë do të blenin, çfarë do të shpenzonin, dhe sa do të kushtonin. I kemi rënë qafë kod Gjirokastrit, po ata janë pu. Përkohë që në Shqipëri ne nuk punojmë me. Çka ka ndodhur që është rrit çmimi i qumshit, djathit dhe vezëve 4.6% thotë stati. Po, së pari do të thotë ndërkohë që prindrit ose kush ka portofolin në shtëpisë, thotë jo, është për shumë. Nëse dhe marrin 4.6. Në fakt kemi një problem që blegtoria në Shqipëri po dhe bujqësia nuk ka dhe ne importojmë. Në momentin që ne importojmë, për shembull, importojmë lëndë të parë për të bërë djath apo qumësht apo gjallë, atëherë është dhe marzhi i fitimit. Atëherë është dhe marzhi i fitimit të vet baxhove që janë këtu. E më pas kur del në treg ajo del me një çmim më të lartë dhe në fund konsumatorët shqiptar, pra sot hash bukë me djath është luks, ndërkohë që të haje dikur bukë me djath deri diku edhe mund të bullizohej një individ që ti s'ke para, domethënë. Ndërkohë që në këtë moment ne nëse konsumojmë djath, jemi një familje me të ardhur mesatare. Po, kjo është mirë ti. Por rritja e çmimeve vjen dhe si pasojë e zhvillimit të turizmit. Më të roqi i vëmendin një te tabela që unë nuk është se kuptoj dhe imagjino domethënë çfarë ndodh me popullsinë që shef tabelën, se kuptojnë. Grupi Argëtim Kultur. Çfarë do të thonë ky grupi Argëtim Kultur? Ja, sa po thash që ka lidhje me turizmin mendoj, sepse shqiptarët. A quhet Argëtim Kultur kjo? Jo, nuk quhet Argëtim Kultur, por janë rritur shpenzimet për argëtim dhe për kulturë, që do thotë që turistët që vinë në Shqipëri shpenzojnë më shumë për argëtim, se patjetër janë turistë dhe vizitojnë muzeume dhe kjo ka rritur pra dhe çmimin. Pra domethënë sa le kena marrë neve 7.4% që ka rrit. Po sa lek i bie? 7.4%. Është e vështirë për të përkthyer në fakt në se por ne shohim që sot po të shkojmë në bar dhe në restorante, çmimi i kafes është rritur, çmimi i menuve të restorantit janë rritur dhe si pasojë rritjes kërkesës së turizmit, por nga ana tjetër dhe siç e tham fillim, produkteve ushqimore. Ja të mençurit. Kemi marr kafe lavaca këtu. Ta kemi këtu sepse në lokal domethënë paguajmë dhe kamarieri njëkohësisht dhe shërbimin. Kështu që ndaj them njerëzve. Madje dhe qira, ambienti. Lore, merrni kafe lavaca, ja tek është kjo barista teknologji. Zëre se u bën ustaj më i miri mundshëm. Po, është vërtet. Okej, nice. Domethënë, tani është rritur ka pasur një rritje të dukshme çmimesh 7.4% thotë kjo tek kultura, tek argëtimi dhe kulturë. Po, unë mendoj që shqiptarët nuk është se shpenzojnë shumë te kultura, ndoshta shpenzojnë te argëtimi, pra bar restoranti. Po, më që arrit kultura. Kështu që këtë nivel e rrit më tepër e rrisin turistët. Edhe pse dhe turistët që vinë në Shqipëri dhe ato mundohen të kursejnë, bravo, sepse bukë me vete. Domethënë ne shohim që çmimet në Shqipëri janë si në Europë, ndërkohë që pagat janë si si ta them, ndoshta si bota 3. Kushtret qemetit, quhet frëngjisht. Si ka ndikuar grupi Qira, ujë, lëndjekse dhe energji në inflacion? Edhe këtu ka pas një rritje të lehtë të çmimit. Po sa është e lehta, se po që e lehtë 50.000 lekë, vallai s'është e lehtë. Po, se është e vërtet, por ne shohim që rritja e qerave në pothuajse në gjithë Republikën e Shqipërisë, po aty ku ka atraksione turistike është shumë herë më e lartë, për shembull në Tiranë çmimi i qeras është pothuajse i papërballueshëm. Po, dhe kjo ka bërë dhe rritjen e qerave, çmimit të qerave. Në fakt familjet shqiptare janë ato të cilët kanë probleme sepse është rritur shpenzimi i transportit, rriten shpenzimet e detyrimeve, konsumi, qeraja dhe në fund pagat nuk është se janë rritur, edhe pse në përgjithësi të gjithë dhe programet politike thonë që do rriten pagat, po çështja është kur të rriten pagat do i rrisi vetë ekonomia pagat. Nuk është se do i rrisin programet.
Se ne po e shohim turizmi ka rritje pagash në fakt, për shkak të mungesës punojësve. Te industria e ndërtimit ka rritje pagash për shkak se vetëm këtu në Shqipëri vetëm ndërtohet, por kemi sektorë të tjerë që nuk kanë fuqi as paguajnë as me pagë minimale. Kështu që po, ose dhe nëse, dhe një problem tjetër është, dhe nëse deklarojnë sikur paguajnë punojësi me pagë minimale, punojësi ja kthejnë mbrapsht një pjesë pagesës pasi pagesa është me ullët. Të i që ka banka tim një 4% mua. Po, është dhe ky realitet në Shqipëri. Kjo është e vërtet. Sipas të dhënave të Instatit gjithmonë, çmimet e transportit kanë mësuar një ulje të konsiderueshme prej 2.5 të konsiderueshme. Se kjo ta caron domethënë. E konsiderueshme 2.5%. Sa është transporti? Sa lekë është kushty? Nga xhepi i individit? Në fakt këtu nuk shohim ndonjë ulje, nuk e kuptoj pse ka ulje, sepse në bursë hidrokarburët nuk është se ka mësuar ndonjë ulje, ose nëse ka mësuar ulje, nuk është reflektuar në treg. Do kanë hequr një taksë në gjë apo jo? Jo, nuk kanë hequr asnjë taksë, ndërsa shpenzimet e transportit publik janë pothuajse të njëjta. Nuk e di domethënë me çfarë lidhin këto, ose vetëm shqiptarë ndoshta kanë utuar më shumë në këmbë, tu do e thuaj se në gjë tjetër, shpjegim tjetër, ose s'kan dalë fare. Boll për vitri, edhe kjo mund tjetë, Tani, çfarë pasojash mund të kenë këto ndryshimesh në çmime për konsumatorët dhe për ekonominë në përgjithësi? Domethënë, ta ndajmë në dy faza. Para dhe pas 11 majit. Se kështu do të bërta. Po, është vërtet. Përflitet që deri në 11 maj do të kemi rritje çmimesh, për shkak edhe kallafe, se themi do të zyrtarisht. Por unë mendoj që nuk ka lidhje shumë me 11 maj, se 11 maj nuk ka lidhje me rritjen e çmimeve, ka lidhje me rritjen e shpenzimeve. Ndoshta në mënyrë informale shumë qytetar mund të pretendojnë se do të pasurohen. Unë di që kanë marrë shpenzimet. Se po flasim me kunja, po. Unë di që kanë marrë shpenzimet. Ndoshta, por unë e lidh me turizmin. Pra, rritja e turizmit na sjell rritje çmimesh. Imagjinoje individ të cilët jetojnë në atraksione turistike në qendër Tiranës apo në një zonë tjetër Bregdeti, ato individët që jetojnë aty detyrohen të duhet kursejnë shumë pasi çmimet aty janë më të larta për shkak të turistëve. Pra, vetë marketet apo dyqanet i rrisin çmimet sepse e dinë që kanë turistë. Më beso. Dhe e vuajnë dhe Më beso të bie më lirë në Sheraton ose Rogner. Po, është vërtet. Domethënë rrisin çmimet edhe artificialisht. Po, patjetër. Më ka ndodhur në zonën e plazhit, jo më larg se fundjavën e kaluar. Domethënë çmimet janë sa supermarketet më të shtrenjta në Tiranë. Çmimet e një kioske, e një pakete, e një çokoladë, e një patatine. Dhe problemi i madh është që ata vinë nga Tirana kanë lek. Dhe problemi i madh është që mirë rritin çmimet, po çfarë produktesh ne konsumojmë, sepse ka një vit e ka aty. Po. Kjo është e vërtet. Në atraksione turistike shpeshherë tregtohen produkte të cilat janë afër datës kadencës apo që mund të ruhen në ambiente jo të përshtatshme për të konsumuar. E qartë. Pra, domethënë nga gjithë kjo pasqyrë e Instatit, tregon që do kemi një ekonomi të mirë të vit apo? Në fakt, ekonomi të mirë do të kemi në aspektin makroekonomik, pra qeveria do të ketë hyra, se do vinë turistë, çmimet po rriten, sa më shumë rriten çmimet. Ja ta them tani. Sa më shumë rriten çmimet, aq më shumë. Një familje në Rrogozhin. Kaq. Një familje në Rrogozhin mendoj unë që jeton pak më mirë se një familje në Tiranë, edhe pse ka nivelin të ardhurar më të ulta. Si shpjegon ti këtë? Po sepse kanë çmime më të ulta. Këtu në Tiranë i ke pothuajse dyfish çmimet e produkteve bujqësore dhe blegtorale se sa në Rrogozhin. Vërtet e ka? Po, sepse nuk ka kërkesë shumë atë, këtu ka shumë kërkesë. Kështu që duhet ishte ulur çmimi, po. Të marrim djathin. Bulmetin. Është më shtrenjtë Tiranë sa Rrogozhin? Po, patjetër që është më shtrenjtë Tiranë se në Rrogozhin ka më afër Baxhot, qytetarët nuk kanë aq të afër. Po kanë Tiranë, po qiraja në Tiranë është më e lartë, paga në Tiranë është më të larta. Individët në Tiranë ka më shumë para. Turizmi është më i Kjo në fakt ndodh gjithë botën, në gjithë qytetet e mëdha, kryeqytetet. Janë shumë më shtrenjtë. Është më shtrenjtë në Athinë se sa në Janin. Absolutisht, po ne këtu kemi dy fish, këtu është problemi dhe nuk ka as kontroll, akuja për shembull apo qoftë edhe autoriteti i konkurrencës duhet bëj kontrolle për çmime sepse këtu rriten artificialisht.